Në rast të tilla, nëse është në muajin e 7, a vendoset me u largu bebe, me që është edhe ginekologe? Ginekologdomuz më olduğunuz için bunu soralım size. Eğer 7. aya gelmişse bir hamile bir kadın ve kanser teşhisi konulduysa o zaman bebek alınıyor mu ya da? Aslında gebeliğin her dönemini farklı yönetiyoruz biz. İlk aylarda kanser teşhisi olan hastalarda genellikle gebeliğin sonlandırılmasını öneriyoruz. Ama 7 aylık kadar büyük bir gebelikte bebeğin yaşayabileceği düzeye getirip sonrasındaki tedavilerini o şekilde düzenleyebiliyoruz. Bebeğe de aynı şekilde de tedavi uygulanıyor. Bebeği doğurtup sonrasında düzenleyebiliyoruz ama bebeğin yaşama sürecini bekleyeceğiz orada. Në çdo fazë të shtatzanisë na e bëjmë përcjelljen e foshnjës që është. Nëse është foshnja që nga fillimi i shtatzanisë, nëse është, ne zakonisht po i propozojmë dhe i sugjerojmë pacientëve tanë që me hekë, me përfundu shtatzaninë për shkak të rrezikut që mundet me bart. Mirë, po nëse është rasti, është një grua shtatzan deri në muajin e 7 dhe ka mbri fazën e zhvillimit të pjekurisë së foshnjës, atëherë na e vazhdojmë përcjelljen e foshnjës, mirë po e bim deri në atë pikë ku mundet me jetu foshnja. Mirë po njëjtën kohë bëjmë edhe vazhdimin e terapisë që ka lidhje me smundjen të cilën e ka nana.